Qeveria e Kosovës ka numrin më të madh të ministrive në rajon. Për këtë çështje dhe është akuzuar vazhdimisht. Disa ministri janë shuar e disa të tjera dhe është ndrruar emri, madje disa ministri edhe u nda në dysh. Por kryeministri Isa Mustafa ka marrë përsipër që nga fillimi i mandatit që të bëjë riformatimin e qeverisë, gjithsesi zvogëlimin e numrit të ministrive, edhe pse ende nuk ka realizuar premtimin e dhënë. Faton Abdullahu, këshilltar politik i kryeministrit Mustafa, thotë se është duke u bërë një plan për këtë çështje, duke mos dhënë shumë detaje. Ton vullneti pozitiv që të bëhen disa ndryshime sa i përket formës, numrit të dikastereve. Një ministri që është përfolur se do të shuhet e nuk do të ekzistojë më është edhe Ministria për Dialog. U tha se Ministria e Jashtme do të ketë për obligim këtë ministri, që zyrtarisht njihet si Ministria pa portofol 1. Vetë Dita Tahiri që udhëheq këtë ministri për Tribuna Channel nuk ka dashur të komentojë nëse është koha që ky dikaster të funksionojë në kuadër të diplomacisë kosovare. Nuk kam informacione zyrtare për reformaticimin. Po besoj që në kohën kur kjo ide merr një kuptim më të qartë, atëherë partneri i koalicionit, për ne PDK është partner koalicionit, besoj se duhet me na njoftu çfarë është ky vizion dhe mbi atë edhe ne si Alternativa Demokratike e Kosovës do të japim mendimet tona. Tash për tash nuk mund të them asgjë sepse nuk ka diçka zyrtare dhe konkrete. Ministrisë së Punëve të Jashtme do të shtonë edhe obligime shtesë, nga se siç merr vesh Tribuna Channel, Ministria e Integrimeve Evropiane dhe ajo diasporës do të jenë në kuadër të kësaj ministrie. Jo zyrtarisht është thënë se dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të funksionojë në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ndërsa Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të jetë pjesë e Ministrisë së Infrastrukturës.